Një strukturë e lashtë e datuar në shekujt 4-3 para Krishtit është zbuluar në një kodër pranë Bushatit në Shkodër. Arkeologët e kanë interpretuar atë si një tempull, duke cilësuar zbulimin si një prej gjetjeve më domethënëse të kërkimeve të fundit në këtë zonë. Zbulimi vjen në kuadër të punës kërkimore në një qendër urbane të periudhës ilire, e cila prej disa vitesh po studiohet nga një ekip arkeologësh shqiptaro-polak në drejtimin e Sajmir Shpuzës. Gërmimet kanë nxjerrë gradualisht në papërmasa dhe organizimin e një qyteti antik, më të madh nga sa mendoi fillimisht. Mund të identifikojmë aty praninë e një tempulli të shekullit 4 para Erson, fakt një tempull i një koshë me themelimin e qytetit, pra çka tregon se kemi vërtet kur është ndërtuar ky qytet ka pas vërtet një projekt ide se si do ndërtohej, ku do shtrihej, çfarë ndërtesash do vitin në pjesën e tij më të lartë, çfarë do ndërtohej më poshtë. Qendra shtrihet në rreth 20 hektar dhe është rrethuar nga një sistem fortifikimi. Për nga përmasat ajo mund të krahasohet me qendrat antike të Shkodrës dhe Lezhës gjatë së njëjtës periudhë. Janë disa elemente të fortifikimit të qytetit, që edhe ky daton në fundin e shekullit 4 para Erson, janë identifikuar 2 porta, një kull mbrojtëse dhe faza ndryshme të këtij fortifikimi, kuptohet një fortifikim i qyteti që zgjat ka një gjatësi për 4 shekujsh, kemi të bëjmë dhe me një territor që për Ilirinë antike është shumë i rëndësishëm sepse ishte edhe qendra e mbretërve ilirë. Në rajoni i Shkodrës, i liçenit të Shkodrës, është si thua zotrimi kryesor i mbretërve të fundit ilirë që janë Labeatët. Pozicioni i tempullit është një tjetër element që tërheq vëmendjen e studiuesve. Ai ndodhet në pjesën më të lartë të qytetit, prej nga ofrohet një pamje e gjerë mbi fushat e Zadrimës, të Shkodrës dhe të Lezhës. Kjo vendosje mendohet ketë patur një rëndësi të veçantë në organizimin urban dhe jetën fetare të komunitetit antik. Siti është identifikuar nga arkeologët me emrin Basania, megjithse emërtimi nuk konsiderohet i konfirmuar përfundimisht. Deri më tani nuk është zbuluar ndonjë mbishkrim që të vërtetojë emrin e qytetit. Një nga veçoritë e këtij vendbanimi është ruajtja e elementeve të strukturës së lashtë. Ndryshe nga Shkodra dhe Lezhë, ku vazhdimësia e banimit ka sjellë transformime të shumta përgjatë shekujve, ky sit ofron mundësi për të studiuar më qartë mënyrën se si ishte organizuar një qytet i lirë. Zona arkeologjike e Bushatit tashmë gëzon status mbrojtje, duke krijuar mundësi për vijimin e kërkimeve dhe ruajtjen e gjurnëve të këtij qyteti antik, që po pasuron një urit mbi historinë e periudhës ilire në territorin e Shkodrës.